Një pjesë e madhe e Stambollit është kthyer në arenë protestash për të tretën natë radhazi me mijëra qytetarë që kundërshtojnë arrestimin e kryebashkiakut Ekrem Imamoglu. Pavarësisht urdhrave për mbylljen e rrugëve kryesore, mijëra protestues u mblodhën pranë ndërtesës së bashkisë duke përplasur me forcat e policisë. Sipas autoriteteve, të paktën 16 policia plagosur, ndërsa janë arrestuar 53 protestues. Policia përdori sprej me piper dhe ujë me presion për të shpërndarë turmat që kërkonin të marshonin drejt qeshit Taksim, i cili përruhet rreptësisht nga forcat e sigurisë. Protestat e ngjashme shpërthyen në qytete të tjera si Izmiri dhe Ankaraja, ku policia ndërhyri makinat ujëhellëse për të shpërndarë demonstruesit. Opozita raportoi se mbi 300.000 njerëz morën pjesë në protesta dhe u bëri thirrje qytetarëve që dalin sërish në rrugë, pavarësisht paralajmërimeve të presidentit Erdogan. Demonstratat organizuara kryesisht nga studentët po shkojnë për te mbështetjes për Imamoglun, duke përfshirë dhe thirrje për dorëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Opozita ka paralajmëruar për shkallëzim të protestave, veçanërisht në fundjavë, ku pritet vendimi gjyqësor për arrestimin zyrtar të Imamoglus. Kryebashkiaku 54 vjeçar përballet me akuza për korrupsion dhe ndihmë të një grupi terrorist, të cilët ai ka mohuar duke cilësuar se të motivuara politikisht. Deri tani mbi 100 zyrtarë të Partisë Republikane Popullore janë arrestuar, ndërsa kjo parti e ka quajtur situatën një shteti. Protestat janë përhapur në të paktën 32 nga 81 provincat e Turqisë, ndërsa analistët spekulojnë se Erdogan mund të kërkojë zgjedhje të parakohshme për të anashkaluar kufizimet e mandatit presidencial me votimet e planifikuara aktualisht për vitin 2028.